Riyad, po du më nalë, po njerës herojt jo njerës tjeshtë, njerës që jetojnë si kuna. Riyad, kësë qenë befasi i këtyni debatit sa të kemi po du më nalë të çështja e planit. Cili është plani? Thënë një ekonomistë që ka kry masterin në Lublan. Cili është plani i Riyadit për një qytet që unë e kom shumë për zemrë që është Gjilani? Po, Gjilani në përgjithësi vërtet ka met një qytet mbrapa, i pa zhvilluar, edhe pse ka pas mundësi të mëdha, potencial në çdo aspekt, por një qeverisje e cila dy mandate, dy qeverisë të kaluara nuk e kanë udhëheq në drejtimin e dur për të dhënë hapësirë edhe sektorit privat, por edhe ato investime që kanë ardhur përmes burimeve ndryshme të financimit, nuk kanë hapur rrugë dhe nuk kanë zhvilluar para. Unë, si kryetar i ardhshëm i Gjilanit, besoj plotësisht në vizionin tim, në ekipin tim, për cilët jemi përgatitur me marrë besimin e qytetarëve të Gjilanit, për me udhëheq Gjilanin me drejtuar rrugën e dur, sepse vërtet është një gjendje e papranueshme dhe qytetarët nuk e tolerojnë që të vazhdojë tutje këtë gjendje. Riyad, ma dhe lirin e emisionet, pëse është tjera forës për live. The, unë si kryetari i Gjilanit, po thuj, ke prej tesh, ato gry kjo punë? Unë mendoj që thatë e presin këtë punë, po në bazë takimeve që i kemi çdo ditë në teren, unë e nuhas mirë për caktimin e qytetarëve më herët, e vlerësoj sepse gjatë jem politik, dhe këtë ditë dhe këtë javë të fundit kanë ndikuar shumë arsye, shumë faktor që qytetari i Gjilanit dy rrugë ka, nuk e ka tretën. E para me vendos me çu para komunën e Gjilanit me një udhëheqje të përgjithshme, të përgatitur, apo me vazhdu këtë gjendje që besoj shumë që kjo nuk ka me gjetë mbështetjen e shumicës së qytetarëve të Gjilanit, dhe në Gjilan unë mendoj qytetarët e kujtojnë mirë edhe qeverisjen e Partisë Demokratike për 6 vite që kena pas prej periudhës 2008-2013, edhe e kanë parasysh qeverisjen e LDK-s për 8 vite, por edhe 4 vite të këtij kryetari në ikje. Unë mendoj që secili nëse nuk vlerëson, nëse nuk mendon në mënyrë partijake, unë jemi bindur që vlerësimin e kanë që në kohën e qeverisjes PDK-s ka funksionuar mas miri edhe administrata komunale, edhe ka pas investime në infrastrukturë, edhe ka pas komunikim të mirë me qytetarët, edhe ka pas komunikim të mirë me donatorët, me çdo organizatë që i ka shërbyer dhe ka dhënë Gjilanit mbështetje. Ndërsa pastaj ka pas një ndryshim të atyre proceseve të mira që kemi nisë ne, dhe sot nuk mendoj që qytetarët kanë mja kthy besimin një partie të cilës ja kanë marrë para 4 viteve besimin, por as nuk kanë mja vazhdu këtij kryetari mandatin dhe vetëm ja rrugë jo që mbetëm unë pëse kam dëshirë, po qytetarët e vlerësojnë drejt edhe për kushtimin tem, edhe profesionalizmin tim dhe përgatitjet që kena pas si Parti Demokratike në këto zgjedhje, unë po e shoh Parti Demokratike si parti e cila ka me udhëheq me Gjilanin 4 vite tashmë. Percepcionin krijon në opinion që tashmë PDK-ja nuk ekziston në Gjilan. A është sa është e fortë PDK-ja? Kjo ka qenë deri para zgjedhjeve nacionale, vërtet ka qenë ky perceptim, mirë po puna jonë në zgjedhjet nacionale kandidatët e mirë që kena pas, jashtëzakonisht të përgatitur për Gjilanit, e ka ngrit Partinë Demokratike, me përqindje ka arrit 50% krahasu me zgjedhjet e paraprake. Kështu që ne sot bazën fillestare kemi 8300 vota dhe jemi bindur që një rritje e cila është pa edhe në këto të fundit, por edhe në lëvizjet e votuesve në Gjilan, është pa që në zgjedhjet nacionale vetëvendosja apo kryeministri ka humbë 9000 vota në Gjilan dhe mendoj që në zgjedhjen lokale s'pako dha që vota do ta dënojnë këtë kryetar të komunës sepse ka dështuar në çdo aspekt qeverisjes së tij për këto 4 vite dhe këto tregojnë që votuesi ka më kthy te Partia Demokratike tonë si kandidat për 2 arsye. Para, se shumica e votuesve dhe vendosës në Gjilan kanë shku prej PDK-s dhe janë ngrit dhe ai votues kthehet te na. A ka arsye? Si e përvizon qeverisin këtyne 4 vjetë në Gjilan? Cila është arsyeja ose thirrja që i thu elektoratit ju, si thatë elektorati jo në ka shua njëra. Cila është thirrja 3 arsyet pëse du të më largu prej kësaj qeverisje, edhe kryetarit? E para, ne edhe në debatet e tjera edhe në publik kemi ngrit ato që janë dëshmime fakte, pa mohueshme, është dështimi i çdo projekti të mirë për Gjilanin. Domethënë për 4 vite kanë humbë
mundësi për mu investu 140 milion euro për hekte. 140 milion? 140 milion, kjo kur nuk ka ndodhë në asë një komunë Kosovës. Se ka ndodhë? Si ekonomist, tendencë, mes qëllim, apo pa dituni? Jo, mendoj që kjo kryetarë komunës ka orë për shtetë pa u pregadit, pa pregadit, pa përvoj, ka pas një qasje destruktive, edhe me vetë subjektin e vetë politik, me vetë asamblesët e vendosjes, me drejtarët e ti, me ne si partner që kemi qenë për 16 muaj koalicion Gjilan, e kem pa që kë nuk ka qasje bashkëpunimi, nuk ka konstruktivitet, nuk ja din renin punëve dhe qeverisjes, dhe mëndjemalsin edhe aroganca ati ka qenë ajo që mendoj që ka të botë dama mas shumëti, sepse do të ishte në regull se kur kishte pengesa për dikujnë Gjilan, edhe pse kë gjatë tënë mandatit është viktimizu, për shkak opozita ka pengu, Kuvendi komunale ka pengu, qeveria ka pengu, në shumë raste deklaratët tina ka dalë që... Qeveria është partistina? Qeveria, sepse ai, kur gjdo projekt që ka dështu, qoftë autostrada e Gjilanit, qoftë impiant ujrave të zeza, qoftë stadiumi Gjilanit, qoftë rruga qarkore e re e Gjilanit, qoftë hyrje dalit, gjdo projekt kë e fajson ministrin, qeverinë e Republikës Kosovës, por vetë për asnjë projekt s'ka marrë përgjegjësi, edhe dire ato më të voglat që kanë qenë të nisura shumë vite më parë, apo ka projekte që kanë qenë të gatshme, ky nuk ka qenë i gatshëm i vazhdotutje, dhe ka bërë eksperimente gjatë tënë mandatit, qoftë me kabinetin e tina, që kur për me 6 muaj s'ka pas një antar, një këshilltar i tij nuk ka mujt me qëndru me ta me bashkëpunu, gjatë i kanë largu, nuk ka asnjë që ka zgjatë për me një vjet, 2-3